ndodhemi në ndonjë zonë lufte, edhe pse rrugët, shtëpitë e vjetra, një pjesë të braktisura, shkolla ku qëndrojnë bagtit, të lënë të gjitha të kuptosh diçka të tillë. Pavarësisht kësaj rruge, heshtjes, sepse është paradite, por në rrugicat e fshatit nuk duket thuajse askush, shkollës, ku tashmë qëndrojnë bagtia, rënojave të shtëpive, që kanë rënë në masë mbi vete, nuk ndodhemi shumë larg. Përkundrazi, 18 kilometra nga sheshi Skënderbej, jemi në Kallmet, një fshat i Tiranës. Shife shkrujt, o bo shumë vështirë. Sidomos ma probleme kina me vaditin e tokave. U kam qenë 7 vjeç, ku ka erdhë ujë që unë vadit këj vend për herë parë, sot është bo vendi që nuk vje pik ujë, nuk bëhat fjallë. Ujë për të pirë jo, ujë për të vaditur jo? Jo. Për rrugë ja duket, shkolla mbyll. Po mirë, çfarë funksionon këtu? Asgjo, asgjo, nuk e di. Kështu e qenë kismet me bujt ky milet. Nga diku 300 e më shumë banor dikur, sot në fshat, jetojnë rreth 50 të tillë. Janë larguar nga rruga, uji e shkolla. Këtu të gjitha mungojnë. Në Kallmet të Bashkisë Tiranë, edhe qendra shëndetësore është në një fshat tjetër, ndërsa për ekonominë, më mirë të mos flasësh. Kjo sepse bujësia nuk mund të zhvillohet si dikur, sa ka ujë vaditës mungon plotësisht, ashtu si ai për të pirë. Pra Kallmeti është pa rrugë, pa ujë, pa shkollë, pa shëndetësi, pa mundësi për të zhvilluar bujësinë e blegtorinë. Si duhet jetojnë banorët e këtij fshati? Rruga e pasdijetshme. Nuk kemi ndonjë shpresë. Thonë që do ta shtrojmë, po se kur, siç është tek, nuk e dim. Shkolla s'ka, shmyll. Shkojnë në Qinam. Se s'ka nxënës, ka pak. Aq banorin, shumë bukur. Pa rrugë, pa ujë. Këta janë kryesorët. Është gjë tjetër. E shtrojmë pra kështu me kalime. I hodhim ka i pet çakull për sipër edhe një kjo është. Ta e mbrëmtime, s'ka tjera mo. Sirës du më rrugë, sirës du më ujtin. Pa rrugë, pa ujë, a jetohet? Në fshat nuk ka as qoftë 1 centimetër asfalt, ku do vetëm balt, e pak zhavor, që është hedhur në pjesë të caktuara nga vetë banorët. Bujësia zero, s'ka, shumë dobet. Majmë ka i lopë, kështu po, me zërë, me halën, s'ka. Shumë mjellë që janë, për shumë, misër, që të thëmë, s'ka ujë, janë që s'mon mjellë. Shumë afër me tjera. Ja, për shumë, Qinam ka erdhë rruga asfaltit. Kush ka një rruga asfaltit tani? Nga këto Qinami me lidhë me Zallherrin. Shpresim më vonë se po na majnë me premtime, jo do filloj muin tjetër, do filloj vitin tjetër, po nuk bon investime, fshati do praktiset, si gjithë fshatrat tjerë, i ke pas, kur që është praktis. Sepse të rritë po hikin, kërkën jetë më të mirë. Shkollat fillore si kanë qenë këtu, e mbyllën, premtime sa dush, jo do bëjmë këtë, jo do bëjmë atë, kur janë fushatat zgjedhore, për investime faret. Premtime kanë marrë shumë, por ato shkojnë me fushata zgjedhore. Më pas këtu nuk duket më askush. Ka më se 30 vjet që ikin e vinë deputete ministra, por për Kallmetin asgjë nuk ndryshon. Përveç brezave që ndrohen, të gjithë me ëndrrën për një rrugë dhe pak ujë. Po vallaj, ma dope s'ka mo, pikë s'pari herë rruga. Pikë s'pari në ujti që s'kemi ujë fare. Mushim me akoma, 2025, a mushim akoma me
bate me dëmduma. Që s'kemi pik ujti, një të rashi, thot tërbla 6 muaj zvemo pik ujti. Sa premtime kina morë, ishte shtru në pëllit nej me hik bregun e liqenit. Ja, as të gjë. Vin një javë për para, do bëjmë ta, do bëjmë ata, o burra, mrekull do bëni, o pane na. Mas atyne, vje puna, as të hapin telefonja. Harrojat punë. Nuk e hapin. Një pjesë, gjithçka e kryej në këmbë. Ikin e vin nga fshati në fshat, me zbaltës e vëshirësive. Mrekullia e natyrës shkon në krah të kundërt me realitetin e këtushëm. Sa dhimbje, sa harrese pa mundësi, fshihet këtu në kallmet të Tiranës. A mund të braktiset kështu një fshat i kryeqytetit?